Data 17 është data e fundit. Kemi këshilluar në ato udhëzime që do t'ju dërgojmë votuesve nga jashtë, që në 3 ditë maksimumi ata të kenë në dispozicion për të plotësuar votën. Shkon data 20 të themi, për të bërë thjesht llogarinë jo afati kalendarik, por si ditë. Maksimumi data 20, ata duhet kenë votuar dhe duhet ta kenë nisur në votime. Jo do të llogaris me datën 11, pra numër ditësh, jo afat. Dhe nga data 20 prill të themi, deri në datën 11 maj, thonë 21 ditë. 21 ditë janë për operatorin e shërbimit postar për t'i dërguar dhe për t'i kthyer mbrapsht fletët e votimit. Kemi mjaft ditë në dispozicion, sepse kemi llogaritur në rastin më ekstrem do duhen 10 ditë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Zelandën e Re, se është midis 3 dhe 5 ditë, po ndoshta edhe më pak ditë. Operatori i shërbimit postar, për fat, ky që kemi zgjedhur në një lloj mënyre, DHL-ja ka një infrastrukturë të vetën. E ka marrë përsipër për këtë afat kohor, me garanci të plota. Pjesë e kërkesave tona, kur zhvilluam garën për të përzgjedhur operatorin e shërbimit postar, që t'ishin ato afate për Europën, ato çfarë unë ilustrova, dhe për jashtë Europës, ato afatet e tjera. Kështu që e kemi kohën që të mbrin fletët e votimit, nëse votuesit do duan ta dërgojnë mbrapsht. Nuk e kanë shpërdoruar kohën dhe kanë respektuar këshillin e KQZ-s që jo më shumë se 3 ditë. Janë 20 ditë të themi në dispozicion për të shkuar fletë e votimit dhe për të kthyer mbrapsht pa llogaritur 3 ditë që do t'ju duhet atyre ta mbajnë votën.